Luhatjet e temperaturave gjatë këtyre 2 muajve në qarkun e Elbasanit nuk dëmtuan vetëm vreshtarinë të kultura të tjera bujqësore, por edhe blegtarinë. Të shumt janë ata bletëritës të zonës së Gramshit, Librazhdit, Prenjasit dhe të Elbasanit, që kanë patur dëmtime të bletëve gjatë këtyre javëve. Fatmirësisht situata duket më e mirë në bashkitë e tjera të cilat kanë terren më të favorizuar nga moti. Në Bashkinë Belsh, bletëritësit shprehen se këtë muaj për ta nuk ka pasur probleme nga i ftohti. Në zonën e Dumres kjo nuk është vërejtë, sepse atje është klime e përqendruar, sado nuk nuhatet shumë tek bletët, klima e së vjeçme, ka qenë një klimë mesatare dhe po të vazhdoj kështu gjatë gjithë këtyre muajve, shiu ndihmon shumë ato dhe çelin lulet e gjitha, ne mund të dalim me rezultate të mira. Pra presim prodhim më të lartë. Po, prodhim më të lartë se sa vjet dulëm dobët fare. Viti që lan pas konsiderohet si më i keqi sa i takon rritjes së bletëve, pasi vdekshmëria ishte shumë e madhe. Ne bletërisit, këtë vit që kaloi, keq temperaturat e ftohta, po pak qenë, nuk dikun shumë ke bletët, po viti i vjeçëm, 2024, ka qenë një vit fatal për ne bletërisit. Sepse aty as prodhim murëm, as janë patën dhe i lloje smundje dhe patën vdekshmërinë më të madhe të bletëve. Dhe këto që na kanë mbetur këtë vit, me shpresë të Zotit, do i shtojmë, edhe do mushim numrin që kishim pasur më përpara. Ma të numër. Mjati Belshit ka gjallë veçantë se atje ka vetëm lule, që është ajo lulja e drizës butë, e mreçkës, që ka zona që kanë mreçkë, edhe kështu që është një lloj bime që e mbledhim ne atje, që një lule verdhë që do mos qel shumë shpejt ajo, dhe bleta gjithmonë atje turret ka ajo bleta. Dhe janë disa pemë tjera pastaj jo kumllat, jo driza butë, jo çfarë janë këto dje që janë mjell. Këtu mund të kemi edhe rezultate më të mira. Kjo është mjalti i veçantë që ka. Pastaj kemi edhe rigonin, pjesa më e madhe e njerëzve në Beles mbjellin rigon. Kështu që pjesa e madhe e rigonit, po aty kemi çik dëmtime për arsye se edhe kur spërkatet me kimikate, nuk na njoftojnë fermeri, vetë e bën dhe mësojmë edhe disfata, po njëkohësisht marrim edhe mjaltin më të mirë nga lule e rigonit. Shiko, kërkesa ka unë herë vetë, mjaltin e kam shitur që në bërjen e atij. Dhe vinë njerëzit qefi për ta bler mjaltin, njerëzit e kanë që ta shohin vetë kur dali, jo ku ta fusin vazon dhe të themi hajde merre. Këto ka mjalti janë atje. Po rezultatet janë sipas vendit, sipas kohës, sipas ndikojnë shumë edhe koha. Për shembull, vjet ishte një kohë me lagështi e madhe, edhe muaj prill, maj, qershor që do i vilshim, nuk i vilshim dot. Kështu që na lan bosh vjet. Si vjet ato familje që kemi hapur dhe po i kontrollojmë, kemi filluar shumë shpejt me i vënë katin e dytë që të grumullojmë mjaltin edhe. Sipas shërbimit veterinar dhe mbrojtjes së bimëve në qarkun e Elbasanit ka pasur një rritje të numrit të fermerëve të cilët kanë përhapur rritjen e bletëve. Kjo për arsye të një tregu të qëndrueshëm dhe të një cilësie të mirë të mjaltit. Drejtuesit në Drejtorinë Rajonale të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve këshillojnë bletëritësit që të kenë kujdes në muajt në vazhdim të verës, pasi do të ndeshen me disa sëmundje sezonale të bletëve dhe duhet të kenë kujdes dhe të këshillohen me specialist për çdo shqetësim. Në qarkun e Elbasanit, ndër qytetet që kanë numrin më të lartë të bletëve, mbetet Gramshi dhe Librazhdi. Kjo fal kullotave të pastra. Përhapja e kësaj kulture është në rritje fal një tregu të qëndrueshëm.